Para ata vëllezër të ndersh, mos trajtimi dhe mos gjikimi ndaj dikujt nuk do të thot që të jesh fregacar, përkundrës. Mos gjikimi ndaj të tjerëve do të thot të jesh guximtar në kohën e duhur, të jesh guximtar dhe të jesh prej atinve që i frigët Allahut Azza wa Jall, se për këtë gjikim ke me dhonë llogari para Allahut. Për këtë arsye vëllezër të ndersh, tash justifikimi dhe arsyetimi i fajtorit musliman është më parsorë në shariat. Spari u lumtoi, a mos me agjem dhe një arsye, a ndoshta ka pas disa rrethon, apo ndoshta si ka arrit argument, cilët kanë qenë rrjedhorët, që e ka bon këtë njeri të flet në këtë formë, apo të vepron këtë vepër. Ehli Sunneti dhe Xhamati arsyeton e nuk fajson bidatxhit janë të cilët më së pari fajsojnë e në fund arsjetojnë nësa është e mundë.